Të mërkurën në Kinema Republika do shfaqet filmin dokumentar kushtuar burgut të Spaqit, një prej burgjeve me famkeqe në Shqipëri ku shumë shqiptarë vuajtën gjatë regjimit komunist. Kreu i shoqatës së përsekutuarve në Shqipëri, Besim Drexhoni, fton të rinj që të njihen me të shkuarën e errët të vendit tonë. Ne kemi problem me kujtesën kombëtare. Ne kemi problem me mosdënimin e krimeve të komunizmit. Ne kemi problem që klasa politike shqiptare, dy partit në Shqipëri që kanë sundu këtë vend gjatë 35 viteve të pluralizmit politik, kanë përdorur një krim kombëtar, heshtjen ndaj krimeve të komunizmit. Të rit do të njihen me tragjedin, do të njihen me qendresën, po do të njihen edhe me gjelatet e diktaturës, se ky film dokumentar i ballafaqon të dy palët aty. Dhe ata do të njohin se çfarë krimesh makabër janë bën Spaq në Auschwitzin shqiptar, si që quajti Angelo Masafra në këtë dokumentar. Spaqi 1973, Martirët e Lirisë vjen premierë në Kinema Republika për publikun. Filmi dokumentar është si omazh për gjithë pjesëmarrësit në revoltën e Spaqit dhe për 4 të poshkatuarit në ngjarjen e para gjysmë shekulli.